Nuk e din punën dhe ajo që thonë është e kundërta me të vërtetën. Kështu ju përgjigj kryeministri Hristian Mickovski akuzave të Bashkimit Demokratik për Integrim, se që nga fillimi i këtij viti janë shpenzuar 24,3 milion euro për import të energjisë elektrike. To je dobro što izległa od onie prangi na nacionalizam, na etnopolitika, na folklor i така натаму, što konačno ги интересираат реалните проблеми на граѓаните. Но лошото е што не баратат добро, не ја владеат материјата и тоа што кажуваат е спротивно на вистината. Затоа што денеска ЕСАМ, односно поранешно ЕЛЕМ, во текот на ноќните часови извезува, односно продава на берзите околу 850 мегават часови, што дневно на компанијата и носи додадена вредност меѓу 100 и 150 евра. Kryeministri shpjegon se ekzistojnë periudha të vitit kur importohet energji elektrike. Sipas tij do të ishte keq që kompania të mos merrte energji elektrike nga tregu kur çmimi është zero ose negativ, ndërsa të prodhojë rrym nga akumulimet. Nga ana tjetër, BDI akuzon se shifrat tregojnë qartë se EMV nuk ka kapacitet të mjaftueshëm prodhimi për të mbuluar nevojat e tregut të rregullt, gjë që drejt për drejt çon në presion të rritur mbi çmimet e energjisë elektrike për qytetarët. Në janar janë blerë 104.160 MWh me çmim 119.50 euro për MWh ose gjithsej 12.447.120 euro. Në shkurt 94.080 MWh me çmim 126.90 euro për MWh ose gjithsej 11.938.752 euro. Sistemi elektroenergjetik, si thot BDI, po përballet me sfida serioze dhe pasojat e menaxhimit jo profesional dhe të papërgjegjshëm do t'i mbajnë qytetarët përmes faturave të rritura. Kryeministri Hristian Mickovski dje kur u pyet për një mundësi lirimi të rezervave të mazutit për prodhim të rrymës, tha se kjo do të shqyrtohet në një mbledhje qeveritare. Sot me përgjigje tha se rezervat janë liruar dhe se nuk ka asnjë problem. АДСМ има одлука од страна на владата уште во декември месец и некаде околу 3.000-3.200 тони стојат на располагање согласно потребите, така и тие ќе се внесуваат. Sipas ekspertëve, qeveria tani duhet përsëri të shpallë gjendje krize për furnizim me energji elektrike, siç bëri në dhjetor të vitit të kaluar kur për shkak të bllokadave të fermerëve grek ishte vështirësuar furnizimi me mazut, që shoqëria aksionare EMV të mund të përdorte rreth 3.000 tonë të tjera të rezervave shtetërore. Tani jemi në një gjendje krize 30 ditore për furnizim me naftë dhe derivate të naftës.